Politik pritet të takohen për të gjetur një zgjidhje që do të siguronte miratimin e ligjeve dhe ndryshimet e nevojshme kushtetuese për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës. Çështja varet nga kompromisi që mund të arrihet për kërkesat e pakicave kombëtare që kushtëzojnë votimin me shkallën e përfaqësimit të tyre në parlamentin e ardhshëm. Miratimi i themelimit të forcave të armatosura do të pasohej nga vendimi për shpërndarjen e parlamentit dhe shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare për muajin qershor. Nga Prishtina njofton korespondenti ynë Besim Abazi. Të mërkurën udhëheqësit e partive politike pritet të takohen për të gjetur një zgjidhje që do të mundsojë votimin në parlament të themelimit të forcave të armatosura të Kosovës. Të hënardhshme çështja do hidhet për debat në parlament, por ende është e paqartë si do rrjedh procesi, me që miratimi i një vendimi të tillë kërkon 2/3 e votave të deputetëve dhe njëkohësisht 2/3 e votave të deputetëve të pakicave kombëtare. Këta të fundit kurzojnë votimin me vazhdimin e ulseve të rezervuara dhe për një mandat. Sipas planit të kryenegociatorit të Kombeve të Bashkuara Marti Ahtisari, në bazë të të shpallur pavarësia e Kosovës, komunitetet pakic gëzonin të drejtën e 20 vendeve të rezervuara për 2 mandatet e para pas pavarësisë, kurse më pas ato shndrohen në vendet të garantuara. Dallimi qëndron në faktin se përmes vendeve të rezervuara, komunitetet fitojnë 20 deputet automatikisht dhe llogarisin në vende shtesë që sigurojnë përmes votave, ndërsa vendet e garantuara u sigurojnë atyre vetëm 20 deputet në parlament. 10 nga këto vendi takojnë komunitetit serb, ndërsa 10 pakicave të tjera etnike. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi bëri thirrje sot që procesi të mos politizohet dhe të mos kurzohet nga askush. Asnjë forcë politike nuk ka drejt që të vej kushte politike për themelimin e ushtrisë së Kosovës. Ushtria e Kosovës është për te politike se partive politike. Është interesi i shtetit, është interesi i të gjithë qytetarëve të Kosovës. Duke votuar për forcat armatosura të Kosovës në kuvend, nuk votohet për këtë apo atë individ. Nuk votohet për qeverinë e Kosovës, por votohet për shtetin e Kosovës. Ministri i punës në qeverinë e Kosovës, Nenad Drašić, tha sot se qëndrimi i deputetëve të pakicës serbe mbetet i pandryshuar. Da ukoliko ne bude bilo došlo do razgovora o Zerić ili ukoliko ne bude došlo do nekog kompromisa, nëse nuk do të ketë bisedime për vendet të rezervuara dhe nëse nuk do të ketë një kompromis, në asnjë mënyrë nuk do të mund të vërtetojë të them që do të votojmë formimin e forcave të armatosura, tha ai, duke nënvizuar se serbët kërkojnë që vendet të rezervuara të mbeten edhe për 2 mandate të tjera. Por një kërkesë e tillë është kundërshtuar nga Lidhja Demokratike dhe Lëvizja Vetëvendosje që nuk pajtohen me vazhdimin e vendeve të rezervuara. Kryeministri Thaçi tha se deputetët duhet të kenë qasje integruese ndaj pakicave në kohën e votimit për forcat e armatosura. Unë duhet të jem shumë i hapur dhe shumë i sinqert me qytetarët e Republikës së Kosovës. Askush mos mendon se mund të themelojë ushtrisë të Kosovës apo forcat armatosore të Kosovës duke u deklaruar kundër minoritarëve. Këto nuk na tolerojnë dhe nuk na mirëkupton. As qeveria e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, as NATO, as Bashkimi Evropian. Ai cilësoi si mundësi historike themelimin e këtyre forcave, duke përsëritur paralajmërimin që nëse votimi i saj nuk ndodh në këtë përbërje të parlamentit, atëherë do të kalojnë vite të tëra deri në themelimin e forcave të armatosura të Kosovës. Sido që të jetë takimi i paralajmëruar për nesër, mund të jetë vendimtar për votimin e së hënës në parlament, e mbase vendimtar edhe për kohën e mbajtjes së zgjedhjeve të reja parlamentare. Nëse arrihet marrëveshje për forcat armatosura, atëherë ajo mund të pasohet me vendimin për shpërndarjen e parlamentit dhe mbajtjen e zgjedhjeve në qershor. Në të kundërtën, vjeshta mund të jetë stina e zgjedhjeve në Kosovë. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.